A e dinat mesazhin që I dërgove dje? Dikush ta ka lexuar më sheftas ose ta ka lexuar pa lejen tënde. Nyriu. Pashkimet e sotit I përkasin ata që janë të lindur në shenjat e dashit, dimit, binjakët dhe prishorja, pavarësisht të shenjës edhe ata që janë të lindur në datat 1, 7, 13, 16, 23 edhe 30. Sot, dikush ka me ta lexu, e sidomos eksi mund ka me ta lexu inboxin. 2. Pagesa ka me të ngicë sot. 3. Shoku haron takimin. 4. Shefi e ndron orarin. 5. Sot ka me ta jeka aty fatën. Dhe 6. Keme marrë një thirrje për një numrit pa njohur. Mantra ditore është unë e di, nuk pyes mo.